Betimi për drejtësi ka arritur të sigurojë disa video ingjizime në të cilat dyshohet se pronarët e QH Group kanë shfrytzuar këtë pronë edhe para se të miratohej për këmbim në kuvendin komunal në Pejë. Parcela afër 2 milionëshe gjatë shtunave shërben si treg dhe sipas video ingjizimeve dhe bisedave të tregtarëve, ata detyrohen të paguajnë nga 10 deri në 20 euro për shfrytëzim të hapësirës. Ku ka kun ka hanë që thojnë pull. Sa parë vi pagun ti? Para sa i hapen. Vavi pagun 50 pjesë, dhe stupe 7, 8, 10, kishta gjë. A vjen baloni, a vjen bajram? Ja, kjo i baloni. Ma shumë se ai. Hey, një tjetër, në këngjohën nuk vi shpesh, bie rrallë shumë. Ta ma po shoke. Për 3 vjetë të banë parë. Ai, unë e Ka përbendu që ato ka vetë. E kryetarit kalon për parë. Bazuar në këtë video ingjizim që ka siguruar betimi për drejtësi, shihet Valon Sadiku, pronar i QH Group, i cili shkon tek tregtarët në radhë, e që dyshohet se nga ta merr parat për shfrytëzim të pronës së tregut. Ndërkaq, në një bisedë tjetër të tregtarëve, tregohet se si ka funksionuar mënyra e pagesës. Sa është i thirrë? Mos lash tani pa parë, e më thonë mos fal të tjerë, kështu të kam janë që kështu të. Jo, ti fshik edhe bën sultan janë. 20. E ty 10, aty 15, e dikuj 20. Këta Gjakovës 20. 20, e di shumë. Në metra. Betimi për drejtësi ka siguruar një foto që ishte publikuar nga pronari i QH Group, Valon Sadiku, më 17 tetor 2021, bashkë me kryetarin Gazmen Muhaxheri, me mbishkrimin deri në 2054-ën, këtu jem. Por në bisedë me betimi për drejtësi, Sadiku mohon të jetë mbështetës i kryetarit. A e njeni kryetarin, a keni raport kështu për te i raportit kryetar dhe qytetar? Jo, veç, si bas, si këtë qytetar, nuk për këtë nuk jem. Pra nuk keni ndonjë raport shoqëror ose le themi jo, nuk keni ndonjë mbështetës i tij? Jo. Gjatë bisedës me Valon Sadikun, a i thot se nuk është pronar i kompanisë, por se është vëllai i tij, ndonë se sipas të dhënave në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve, a i figuron si pronari autorizuar. A i tha që për të gjitha çështjet rreth shkëmbimit të pronës milionëshe të komunës, të flasim me vëllain e tij. Valla, këto kam full vëllohu me dikon dhe tja nuk e dim kjo. A mundesh me ma përcjell kontaktin e vëllat tënd ose me i thonë ati me më kontaktu pra mu me qenë se jo nuk jeni në dieni shumë të kësaj çështje? Po. Sadiku nuk ka dërguar kontaktin e vëllait të tij dhe pas kësaj telefonate nuk është përgjigjur më në thirrjet e BPD-s. Po ashtu, betimi për drejtësi ka dërguar pyetje edhe tek vëllai i tij, por deri në publikimin e emisionit nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkaq, Sadiku pyetet edhe për çështjen e tregut. A i keni përdor këtë pronë paraprakisht për tregun që është zhvilluar në Pejë?